Selsat, përshëndes. Aida, të përshëndes, në fakt, si që raportuam edhe dje për ngjarjen tragjike që ndodhë në qytetin e Maliqit në blokun nr. 3, kur fatkeqësisht nga flakët e marra për sa i përket në banesën e shtetasit vës, ku humbi jetën mamaja edhe djali, konkretisht 47 vjeçaria edhe 14 vjeçari, mund të themi që ditën e sotme varrimi i tyre do të bëhet pranë në orën 15. Në fakt, në një komunikim që ne kemi pasur me komshinët, ato na tregojnë në fakt momentet e para ku kanë parë që banesa ishte përfshirë e tëra nga zjarri edhe nga tymi. Të shqetësuar, ata me vrap kanë telefonuar zjarfiksen e cila fatmirësisht ishte afër zonës dhe kanë pritur vetëm për 1 minutë në vendngjarje, por dhe aty kanë gjetur pra djalin edhe vajzën jashtë pra në oborrin e banesës, ku fshinjët në fakt kanë treguar që vajza ishte e vetishme në fakt, ata e kanë marrë vajzën dhe e kanë mbuluar me një batanie, por siç ka treguar një fshinje në një intervistë që ne kemi marrë vetëm ditën e sotme, ajo ka bërë të ditur që vajza ishte e djegur zëres plotësisht, mund të themi, flokët gjithashtu ishin të djegura, ndërsa fatkeqësisht 14 vjeçari edhe në vendin e ngjarjes nuk reagonte. Ata të dy i kanë marrë ndihmën e parë në vendngjarje, pastaj janë dërguar në spitalin rajonal pra të Korçës, ku fatkeqësisht 14 vjeçari nuk mundi të mbijetonte për shkak të asfiksimi, ndërsa 6 vjeçaria pak orë më vonë është dërguar në kryeqytet, kur mund të themi që është në gjendje të rëndë për jetën për shkak të djegjeve të marra. Ndërkohë, në një komunikim që ne kemi pasur me shefin e zjarfikse ditën e sotme Sadik Halili, për sa i përket pistave që mund të flasim, pra si ka ndodhur ky zjarr pikërisht në orën 13:30 pra në mes të ditës, ai ka thënë që ka në fakt dy versione. Pronta në kuzhinë, ka thënë ai, ka qenë soba me dru zjarri e ndezur dhe janë gjetur disa fije shkrepse të ndezura pranë saj. Ku mund të themi që sipas informacioneve që ne kemi marrë nga komshinët, aty ka pasur gjithashtu edhe një dyshek, kështu që siç duket nga soba e zjarrit, ndoshta fëmijët kanë luajtur edhe pas ka marrë dysheku, kështu ema ka mbetur asfiksuar në vend ku ka ndruar jetë, ndërsa fëmijët, siç kanë treguar komshinët, vajza i binte derës për të dalë për jashta pra në obor. Një ngjarje goxha e rëndë kjo në fakt, përveç faktin që vetë familja ishte në kushte goxha të vështira ekonomike, siç tregojnë edhe komshinët që shpesh i ndihmonin, gjithashtu ata merrnin edhe ndihmë dhe ushqime nga Bashkia e Maliqit, gjithashtu edhe të dy fëmijët ishin në fakt me spektrin e autizmit, gjë një situatë pra goxha e vështirë për nënën që rrinte pra e cila kujdesej vetëm ajo pra për fëmijën, ndërsa babai ishte i vetmi që siguronte pra të ardhura. Ka diskutim se fëmijët e spektrit autizëm duan asistencë, duan një ndihmë të posaçme, sikur se dihet tashmë përveç asistencës me psikolog apo kushteve që duhet të jenë infrastrukturore nëpër shkolla. Ndërkohë instinkti i nënës ka qenë ai që shpëtoi direkt fëmijët edhe që konstatohet, pavarësisht se vetë ka qenë pra në një moment ku ka ndruar jetë, ndërsa sa i takon djalit, ai ka qenë në shenja jete, apo jo, dhe më pas ka ndruar jetë pra se rrugës për në spital, se në spitalin e Korçës, si pasojë e asfiksisë. Flitet për një sfungjer me cilin kanë qenë duke luajtur, paktën sipas informacioneve paraprake. Megjithatë, përveç tragjedisë që i kalon gjitha përmasat, çfarë kalon pas e gjithë kjo situatë dhe cili do të jetë ose cili është angazhimi që do të kenë autoritetet sa i takon strehimit të pjesës tjetër të mbetur të kësaj familje. Pra babait dhe vajzës 6 vjeç që ne lutemi dhe urojmë fort që me angazhimin maksimal dhe jo vetëm deklarativa më prezenca aty të bëhet gjithçka që ajo ta kalojë këtë situatë vështirë. Në fakt, banesa ku këta jetonin ishte ngjitur pra me të vllajin e bashkëshortit pra të 47 vjeçarit, ku ai pra mbrëmjen e djeshme e kaloi pra natën pranë vllait të tij, në një gjendje goxha të rënduar, ndërsa në një komunikim që ne kemi pasur me kryebashkiakun e Bashkisë së Maliqit ditën e djeshme, Gëzim Topçiu, ai ka thënë që bulimet për sa i përket banesës edhe gjithashtu edhe varrimit të dy pra nënës edhe të djalit do jenë të tëra të mbuluara nga bashkia. Gjithashtu dhe nga informacionet që ne kemi marrë, është hapur një GoFund për sa i përket familjes, por gjithashtu edhe gjendjes shëndetësore të vajzës që shpresojnë që t'ja kaloj kësaj vështirësie dhe më pas të rikthehet pranë babait të saj,
pasi edhe ai ditën e djeshme nuk mundëm, pasi ishte e pamundur në fakt të kishim një komunikim me të, por nga gjendja ishte patjetër i shkatruar. Ndërkohë, nëna në ato momente kur ka ndodhur ngjarja sipas dëshmive të fëmijëve, ka qenë prezent në shtëpi, pavarësisht se çfarë përmasash ka marrë pastaj kjo tragjedi në një banesë në kushte jo fort të mira me 2 fëmijë të spektrit autizëm. Pra ata nuk kanë qenë të vetëm. Po, fëmijët kanë qenë me nënën në shtëpi, pasi që edhe e përmenda, nëna kujdeset për ta, pasi edhe për vetë faktin që ishin me spektrin e autizmit, por edhe ata nuk shkonin në shkolla Aida. Pra 14 vjeçari dhe 6 vjeçaria që duhet të ishte në kopësh nuk shkonin, pra nuk të frekuentonin dhe qëndronin gjatë gjithë kohës në shtëpimet e ëmën, edhe ngjarja ka ndodhur pra në kuzhinë. Pikërisht aty pra ku ishte edhe sopa, prandaj dyshohet që shka ka qenë sopa e drurit që ka ndodhur këtë tragjedi. Siç duket ndoshta nëna ka munduar të nxjerrë fëmijët për jashtë, por vetë nuk ja ka dalë dot. Pasi zgjet fëmijë me spektrin e autizmit 14 dhe 6 vjeç që dolën pra të dinin për jashtë, patjetër mendoj unë pra që ka pasur pra një ndihmë nga nëna që sigurisht me instinktin e nënës siç ju e thatë ka shpërpjekur pra të nxjerrë fëmijët për jashtë, ndërsa vetë nuk ja ka mundur të dalë për shkak të asfiksiimit. Siç e thash, komshinë në momentin e parë u shprehën që pam tymin, menduam çfarë ka ndodhur, shkuam me vrap në obor, vetëm kur shohim vajzën edhe djalin në obor. Nuk e dinim, thonë komshinë, që ishte edhe nëna brenda, vetëm kur vinë zjarfikësit që bëjnë të mundur shohjen e zjarrit dhe pra gjejnë dhe trupin e nënës brenda. Në ato momente i kanë shprehur ata që i marrë vesh që fatkeqësisht edhe nëna kishte qenë brenda me fëmijën, ndërsa ata, siç thash, ishin për jashtë dhe janë dërguar menjëherë në spitalin rajonal të Korçës. Elsa, faleminderit për gjithë sollën në vëmendje presim zërin e fëmijëve për të ndarë së bashku me opinionin publik për të kuptuar diçka më shumë sa i takon pra kësaj situate të rëndë. Të përshëndes.